Në orët e para të mëngjesit, besimtarët musliman në Durrës kanë falur namazin e sheshin qendror të qytetit. Përveç sheshit para xhamisë së madhe, falja shtrirë edhe në sheshin Liria për shkak të pjesëmarrjes së shumtë që ka pasur këtë vit në falje dhe kryesisht nga moshat e reja që kanë përqafuar fenë e shenjtë muslimane. Në ligjëratën e tij, Mufti Ervin Qylafku ka uruar dhe përshëndetur të gjithë besimtarët musliman duke përcjellur urime për paqe, harmoni mes njerëzve dhe forcimin e lidhjeve profetike me Allahun. Ai ka ftuar besimtarët të kontribuojnë shumë më tepër për të ndërtuar një shoqëri sa më dinjitoze, sa më të paqë dhe sa më solidare. I Madhi Zot nuk zgjedh njerëz do si do për t'i kumtuar këto mesazhe që kërkon t'ia dërgojë me anë të këtyre krijesave të pastra nga gabimet, nga melekët. Por ai zgjedh njerëzit më të mirë, më të pastër, më të lirë, më larg veseve, më larg varësive, më larg korrupsionit mendor, shpirtëror dhe më larg sjelljeve dhe normave të cilat i refuzon qoftë arsye e pastër, por qoftë edhe shpirti i lirë. Kto janë profetët, njerëzit e zgjedhur të Allahut subhanahu wa taala. Këto profet nuk vetë zgjidhen. Këto profet nuk arrin ato lloj niveli të lartë për zgjedhje përmes gjimnastikave shpirtërore. Ato nuk bën yoga, ato nuk bëjnë meditime të mëdha të veçuar diku dhe si pasojë e këtij aktiviteti fillojnë dhe krijojnë iluzione dhe imazhe, sikur diçka i vjen në mendje për t'ia thënë njerëzve. Jo, këto janë njerëz të zgjedhur nga Zoti, të veçantë, të cilët kanë kontakte me krijuesin e gjithësisë dhe jo kontakte me arsyen dhe fantazinë e tyre. Imam Qylafku theksoi se Fitr Bayrami është një ditë e veçantë që simbolizon mëshirën, faljen dhe solidaritetin njerëzor, ku besimtarët ndajnë lëmosh dhe kujdesen për ata në nevojë në mënyrë që gëzimi i fesës të jetë për të gjithë. Me rastin e kësaj feste të rëndësishme, Adrianet Televizion uron të gjithë besimtarët musliman gëzuar Fitr Bayramin. Ju sill begati, shëndet e marsi në familjet tuaja.